إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu, nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu, nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, ibadetet e ndryshme të cilat ne i kryejmë, ne përfitojmë nga ato ibadete vetëm nëse ato ndërtohen mbi themelin e sinqeritetit. Një punë e mirë që bëhet mirë, por nuk është me nijet të pastër për Allahun. Nuk ka dobi për asaj pune. Ajo është, domethënë, e barazvlerëshme me zerën. S'ka kur një çfarë vlere. Një punë e cila nuk bëhet me një nijet të pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po kur ta shohësh ibadetet me të cilat na ka ngarkuar Allahu dhe na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i bëjmë, disa prej tyre janë ibadete të dukshme, s'kemi qare pa i bo parasyve të njerëzve, sikur se është falja e namazeve, falja e xhumas. Nuk mëjna me bom sheft këtë. Ka dhe ibadete të tjera të cilat janë vullnetare dhe ne kemi mundësi me i fsheh prej syve të njerëzve me qëllim që të pastrohet niyeti. Këto quhen adhurime të fshehta. Sa më shumë që njeri i shton që këto ibadete të mshefta, të cilat janë mes tij dhe Zotit i, s'ka nevojë mi u kallëzu njerëzve, unë e fali namaz nate. Sikur se i kishim pas thonë njonit, mashallah, i këshin po të u falë, i këshin thonë, mashallah, dikush që e ka po, i ka thonë, sa mirë, po e falë ke namazin, me ka dale. Thotë, bile, unë jam edhe të agjerusat. Përgjigje, thotë, unë e leje që i falë mirë, po edhe jam të agjerus, agjerimi nuk duket. Ka njerëz të cilët kanë dëshirë mi i kallëzu veprat e tyre të mira, dhe me këtë, çka rrezikojnë? Rrezikojnë sinqeritetin. Mundën me përly niyetin e tyre dhe për shkak të kësaj ato vepra mos mu ngritë te Zoti, mos mu vë kabull. Për çat njeri i cili ka shumë vepra që i ka vetëm mes tij dhe Zotit, kur kush nuk e di. Këto vepra kur janë nisin edhe shtohen, ky njeri bëhet evlia. Mos mendoni se evliaja është ai i cili fluturon me segjade, ose që bën çuditëra, jo. Evlia mundet me kon një njeri i thjesht, i cili e do Allahun dhe pejgamberin, dhe i cili punët e tij të mira i bën për Allahun. Që kjo është evlia i vërtet. Ka mundësi me qenë në mesin tonë. Evliaja çka është? Fjala evlia që i themi ne, është shumë si fjala sueli, i dashur i Allahut. Njeri bëhet i dashur i Allahut nëse vazhdimisht e pastron niyetin e tij duke bërë vepra të mira. Dhe këta njerëz me bë mu lut diçka, me bë mi i bë be Allahut, që Allahu me bë diçka, Allahu va pranon lutjen këtyre njerëzve. Thotë pejgamberi, rubbe esh'athin aghbar. Ka shumë njerëz të pakrehur dhe të pluhurosur. Do të thonë që si ban hesap kurkush se ekzistojnë bile, si shofin. Ka dhe njerë dikan se sheve, kur gjoni, një njeri thjesht është. Me bo, thotë pejgamberi, ka shumë njerëz të pluhrosur dhe të pakrehur, me bo ata me kërku diçka prej Allahut, Allahu më njerëja plotson dëshirë. E tash, ja plotson kërkesën. Tash unë po du mi përmend një di raste shumë interesant, një në të kaluarën e largët, dhe një që ka ndodhur këto ditë, ka ndodhur dhe janë mbush faqet e internetit me rastin e tij, se çish Allahu i do ato, domethënë njerëzit të cilët veprat e tyre të mira i kanë me një sinqeritet të pastër si loti, vetëm për Allah. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, mos harroj ta cekli këtë hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thot Allahu,
Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma armitson një evlia temin, thot Allahu, një dashurin tim, ati i shpalli luftë. Dhe nuk mundet, thot Allahu subhanahu në hadith kutsi, nuk mundet robi të më afrohet mua me diçka më dashur për mua se sa me farzet. Pastaj thot Allah, dhe robi vazhdon të më afrohet mua me vepra vullnetare, me nafile, derisa ta dua. Derisa ta dua. E me dasht Allahu, do me thonë me konë evliaja e ti. Edhe si që thash, për evlias mos pritni me bo çudira. Evliaja është një njeri cili, do me thonë, e ka për një me ibadetin, të themi kështu me gjuhën që e kuptojmë. Me gjithmend e ka namazin, me gjithmend e ka punën e mirë në përgjithësi, e ka nga thellësia e zemrës. Ka ndodhur në kohën e Malik ibn Dinarit, një rast. Malik ibn Dinari është një prej dietarëve të mëdhenj të fesë islame, që llogaritet prej gjeneratës së dytë të muslimanëve, prej tabiinëve, i cili është takuar me një numër të madh të shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka lind në kohën e kur ka qenë gjallë Abdullah ibn Abbasi. Domethënë se ka mri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot, kuj ka jetu në Basra. Basra që është një qytet prej qyteteve të Irakut të sot. Ka jetu në Basra. Thot, Malik ibn Dinari, thot, na kapi një thatësie madhe. E kur ka thatësi të madhe, sunet është me falë namazin e shiut, quhet. Salatul istisqa, sunet është. Kur e kap një vend thatësia dhe prishet bereqeti, thahet, në më thonë edhe janë nisin me ngordhë dhe kafshët, është mirë muslimant me dalë jashtë xhamive në një vend komunën mu të bu shumica e banorëve të atij vendit, edhe me fal namaz istisqaje, sigurisht se namazi i Bajramit, se edhe namazi i Bajramit është sunet mu fal jashtë xhamive, mu mbledh në një vend, sigurisht se e bëjnë për shembull në vend në këto rrethina e bëjnë për shembull e bëjnë në Tiranë, që mbledhen aty në shesh. Kjo është, domethënë, një prej suneteve, domethënë të namaz, që namazin e Bajramit me falë, ashtu edhe namazi i istisqas. Kjo është domethënë që s'ban xhamia, dhe xhami mundet më fal. Thot na kapin një thatësi e madhe. Dhe Malik ibn Dinari ka qenë një prej dietarëve, xhallarëve. E ka qenë i devotshëm, thot i mbledha ato, këtë dulëm, mirë po i mbledha dhe filani, vi përmend me emra njerëz të mirë. Që kur t'ja bëjnë lutje Allahun me vapran. Thot u falem një ditë e dy, s'ka shi. Një natë, thot, e pasht një sklav. Se në atë kohë kanë ekzistuar sklavrit që kanë qenë pronë dikujt. Janë shit, janë ble ato, i kanë ble për me... Thot e pasht një sklav zdi, zezak. Thot ishte i... Në thonë mas ju erëcu, faktikisht mas jacijes. I cili... Thot i kishte do të teshat, krejt me abon e sa, thot një 2 dirhem. Do me thonë, fukara ose s'ta mërmendja. I zaif, i thot, do me thonë, një sklav, i cili, kur shkun njerëzit, me se e falen namazin e istisqas, shkun, si calli u daktisën, u shpërndal njerëzit, shkun në për shtëpit e veta. Thot, unë ndalëm i disa vetë, u qu, tha, ki paka që më lartë në skajt musallas, e fali namaz edhe i qoj durt. Tha, o Allah, lëshoje shiun, se mbretnia jote është pa fund. Kur gjon nuk të paksohet nga pasuria jote. O Allah, po të bëj be, për hatër dashurisë tënde që ki ndaj meje, tash ki Malik ibn Dinari e dëgjon, se ti pikaj di që Allah do. Për hatër qasoj dashnisë që ti më do mu, lëshoje shiun. Edhe tha s'ka shku shumë pak. Vesh kur të, në më thonë, u mbush qielli me re, edhe filloj me rashi. Edhe thot, edhe i vazhdoj, në më thonë, përfundoj doan, shiu janë nisi me ra, i vazhdoj me shu, thot, unë i shkova mas, edhe parafërsisht e pa shku hini. Ama, na atë vonë, nesër men kum shku të e vendit, edhe i kum thonë, e gjeta atë pranarin, a i kishte konë, ki robi ishte kon pronën njoni që ka bot tregti me robër. E thot, o filan, thot, du me blejbe një rob, po, mërë, thot, që shio, një sklaf me blej prej teje. Thot, po, sa du shkam, edhe i nxeri, 1, 2, 3, 70 rob, sklever i kishtë pasaj. Mirë, po, sa është ki personi që e ka pa? Jo, thot, dikan tjetër e lipi, thot, une. Thot, shkëto i ki ma të mirë, thot, për punë, sa ato i kanë marë për punë. Skleverit i kanë marë, e ki ble dhe të ka punu. Qëka i ki thonë? Të veç i ki thonë me hangër, me pije, dhe i ka punu në të ditë, pa pare për te. Shtu kanë funksionu atër. Edhe,
Thotë jo, dikan tjetër jam të ri. Thotë është një që ati më një sobe, rri veç ka në natën, falë namaz. Pa thotë ai s'është për kur gjo, thotë mos e merr atan se thotë ai spunon, nuk mundet me të kry shumë punë. Thotë kur shkova e këshira, që boni doa pranë. Thotë unë du me blej që ketë. Më blej, dhe po të kallëzoj, thotë se ki ma të mirë me këtë shmim. Thotë që ketë po du me blej, mali ki bëndinari, ki djetari. Edhe merr ata. Edhe, hajde, thotë me mu. Edhe udhës i thot ai robi, thot pse be thot mu more, thot se unë e punime, nuk ja kam be haber, zdi zanat, zdi me punu, s'kam fuqi fizike, trupore. Jo, thot unë s'kam marrë, thot ti me më shërbi muj, thot Maliku ati. Po thot unë, në me thonë, të kam marrë që unë me të shërbi ti. Se kështu, pram të kam përcjellë dhe ka bova ki. Ki bo dua, sa jena tu bo dua, kur kujtë se ka pranu Allah lutje. Edhe ai sklavin betet edhe habitit. Thota, pas ke marrë vesh? Pa. Thota, ban mu nalë pak qëtu, thot t'i fali një 2 rekate. Edhe thot, hani që mund është mu falë. Maliku i thot, mund është mu falë. Thot, e falë 2 rekate dhe i qanë dusht. Thot, o Allah, me smeje dhe teje, se ka ditë kërkush, ta shdul me i dan. O Zot, ma mirë, merë ma shpirtin, se sa unë e me jetu mose. Shta shumë murë vesht. E falë namazin, e përfundon duan, edhe vdes. Vdes. Mundet me thonë dikush, pa atëherën të kalumën njerëzit janë konë shumë devatshëm, shumë të mirë. Deva të regoj, edhe një rast që ka ndodhë këto ditë. Edhe me thonë drejtën që e pasu edhe Shqipe këshim, për këti unë e lexova arabisht, në Libi, para 5-6 ditë ose një javë, nga një qytet i Libis, tash, shkon një person i quajtur Amir El Mehdi Mansur El Gaddafi. Mbi emrin Gaddafi si mbi emri diktatorit të dikurshëm të Libis. Edhe tash ka pagujt, i kete ka po për me shun haq. Nuk është kjo prapë, kjo është, do me thonë e vërtet, edhe ndëgjova intervistën ati personi që këti Amirit. Thot, shkum në aeroport, policia të është normali, ban ato verifikimet në aeroport ati, kur e kalon, do me thonë, kufinin për me ip në aeroplan, ti ka në thonë, ti për e kësaj familjes, ka dalë, se këtu ditë du të me të kontrolu di shka, ta shofë në kush i e shka ku i mbi emrit. Grupi haxhilerëve që ka pas me shku me ata, nga një qytet, jo, nuk është Tripoli që është kryqyteti, po një qytet i vogël, s'ka pas mundësi më grup tjetër. Ja shkon me qatë grup, ja nuk shkon hiç në haq, i hik haxhi. Kapiteni pret pak i aeroplanit, thot ati qka, ne s'kena vakt me prit, se kjo është aeroplan. Edhe mbyllët dere. Edhe nisët aeroplan, ki mbetet pashu. Ato i thënë e diçka, Allah i s'ta pas ka shkru policia, i thënë ti. S'ta pas ka shku ti me shku si vjetë në haq, këtheu, shko të shpi, jo, thot unë një jetin e kam me shku në haq, unë s'kthena pra, po thot s'munesh ma me shku, shkoj aeroplani. Mas një qerekore ose një gjysëmore, vjen lajmërimi se aeroplanit i është paraqit një defekt teknik edhe kthehet. Kthehet mas, kthehet prap në aeroport, se kur e shoj se sa mirë më njerë në aeroportin më të afërt, kthehet prap ati. Edhe e këshirin e regulojnë mirë, e regulojnë qatë problemin e vogël që ka pas aeroplani. Mirë po, kapiteni nuk pranon tash për zditi se ka protokoll. S'mundet me qelë prap derën, o më qelë dera, i thejnë ati kapiteni helveti, thot, s'ka mundësi, se qeli derën mune për kërkan. Niset për zditi pa qëket personin, Amirin. Niset edhe për me shku, dhe me thonë, pir Libis, me shku atje në Gjidde, në Arabinë Saudite. Edhe prap i paraqitet aeroplanit një defekt teknik. Alarmi të bati. Pa qare mu këthi aeroplani prap në bas. Edhe kur vjen për zditi, kapiteni thot ati, bajni qka të dojni, ju thot atyre që e këshin e aeroplani, pa e marë Amirin nuk nisna. Edhe Amirin, që qëket Amirin, që qëket të Arab, qatë shumë është për hap, ki lajnë, se nuk është prallë, se zakonisht dikush dhe edhe me indreq. Subhanallah, a thu qëfar lutje ka... Amiri ishte një, me thonë me gjuhën tonë, jo diku, kush hiqi, me thonë, njëri thjesht, me thonë që ja konë dikush a i, në me thonë që një fëta, i media, me ibadet, njëri thjesht,
E që kjo është evlia? Thojnë ata, a thu, qëfar duaje ka bo Amir Mehdi el-Kaddafi, që Allahu me abu defekt aeroplan me këthi, edhe, do me thonë, s'ka shku aeroplani pa e marrë që ketë. Se e ka pasat njetin, e pasat njetin e sinqerit për me shku në haqë. E Allahu që ketë e vlerëson. Për qatë punë të mira që i bajnë. Punë të mira. Duke fillu prej namazit, prej agjerimit, prej dhikrit, prej Kuranit, prej ibadetet, prej sadakave. Ti bëjmë për hir të Allahut. Mos na interesoje njerëzit. Mos na interesoje shikimi njerëzve. Nëse ne që këto, do me thonë, i përmirësojmë, kjo është e themeli kryesor mbi të cilat ne i ndërtojmë ibadetet tona, se Zoti na ruajt. Dikush ndoshta do vijë me shumë punë ditën e gjykimit, mirë po pa temel. Edhe ato rëzohen dhe bëhen hije plumur të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj porosia e kretë kësaj që e tregova është që nijetet tona me i përmirësu sinqeritetin. Mos lodhni badjava. Nëse nuk ki sinqeritet, nëse nuk kam sinqeritet, mos lodhni badjava se s'ka vlera apo. Duhet kjo është feja e pastër të cilin e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Allahut të madhruar. Allahu na bëftë sinqert. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.